Përshëndetje, viti 2025 po mbaron dhe 2026 po vjen me një energji shumë të fuqishme. Për të gjithë ju që vërtet jeni të vendosur dhe dëshironi të mësoni si do jetë pikërisht personalisht për ju 2026, mund të më shkruani në Telegram, WhatsApp dhe në Viber me mesazh tek numri 0030 699 321 46 37 dhe të porositni artën e kodeve të dritës të vitit 2026. Pse është kaq e rëndësishme kjo artë për ju? Sepse ju do mësoni të gjithë pamjen e rëndësishme dhe të përgjithshme të 2026-s dhe do bëhet udhërrëfyesi jot shpirtëror për këtë vit. Çfarë do mësojmë? Të gjitha fushat, fushën e parave dhe të bollekut, fushën ekonomike, partnerin dhe fushën e të gjithë marrëdhënieve tuaja me njerëzit e shtëpisë, me njerëzit që ju ku punoni dhe me partnerët tuaj. Si do jenë këto marrëdhënie, dashuria juaj, ku duhet të keni kujdes, kush është në plus, kush është në minus dhe ushtrime të ndryshme për të dalë nga minusi, nga gjendja negative dhe të shkoni në plus. Do mësoni shëndetin dhe trupin. Çfarë do keni kujdes për 2026 dhe trupi juaj si do përgjigjet dhe që të mos arrini që të sëmureni çfarë duhet të bëni, sepse çdo sëmundje më parë qëndron në trupin astral, pastaj vjen te ky trupi jon fizik. Gjithashtu do merrni analizën e çdo muaji të 12 muajve, çfarë duhet të keni kujdes, çfarë do bëni gjatë gjithë këtyre muajve, çfarë do bëni në janar, në shkurt, në mars, kush do jetë mësimi dhe detyra juaj në janar. Po ju them një shembull të vogël për nga arta ime, sepse unë e kam këtu një javë e kam bërë atë analizën e artës time dhe gjithmonë e bëj dhe e kam si busull që gjërat të më shkojnë përpara. Muaji janar për mua thotë që diçka do mbyllet, një diçka e vjetër që ka qenë në 2025-ën, sepse dhe si shenjë peshqve që jam, kam patur një planet shumë të fortë që gjërat e vjetra duhet t'i le mbrapa, pavarësisht se deri tani e kam patur të vështirë. Në muajin janar mbyllen të gjitha këto dhe thot mos u nxito, diçka përfundon për gjithmonë. Dhe kjo, duke e ditur më përpara, e dimi që çfarëdo që do ndodhi në janar është për të mirën tonë. Dhe për shumë të tjera, kjo është analiza e artës time. Dhe shumë e shumë të tjera. Gjithashtu do merrni ditët më me fat të të vitit 2026 dhe ditët që do keni më tepër hapjet financiare dhe gjithashtu do merrni dhe kur duhet të keni, cilat janë ato ditët që duhet të keni kujdes gjatë vitis. Do marrësh çelësin e parave, si mund të hapësh më tepër bollekun në jetën tënde dhe për 2026 pikërisht, do keni deklarata të ndryshme që mund t'i thuash në mëngjes për sjelljen e dashurisë, për paran, për shëndetin, çfarë do, bllokimi që ke ti dhe do që në 2026 të ndryshoj gjendja. Këto paka shumë, se nuk dua ta bëj dhe videon të madhe, për të gjithë juve që vërtet jeni të interesuar dhe doni të bëni paraprit 2026 dhe të jeni të sqaruar, të keni udhëzuesin tuaj në duart tuaja, jam këtu për të ndihmuar, për të marrë dhe të ardhmën. Gjithashtu, dua të them, për të gjithë ju që jeni të interesuar të mësoni si nxirren këto informacione të jashtëzakonshme, dhe doni që të bëheni dhe ju, t'i merrni dhe t'i bëni për veten tuaj, akoma dhe për njerëzit, mund të merrni dhe të kërkoni dhe trajnimin
për të gjitha këto informacionet e jashtëzakonshme të arteve të kodes të dritës, vetëm e ditën e ditëlindjes, që mund të analizoni shumë e shumë gjëra. Ju falenderoj dhe ju uroj gjithë të mirat.